Këto gjithat mira, po kjo e fundi travestishte? Qaf shallin asaj, 2 dashnori ka. Ajo e? Aha, jo. Ku ka shku niveli meshkujve sot, Po mirë me sa iki unë nga shpia, kështu gjëra shbëke në shpitje? Ore, qalli keti që vjen ka shpesh në shpi. Si qaj? Si vi ka shpesh shpi, thot. Që mi rrugve të rrinë shpi do vi? Po, shtëpia se imja ma ka dhënë gjykatësi. Harroje, sa tjetë koltuku tresh këtu shpi, këtu mke, kunj. Po mirë, mere koltuku dhe qojt e Dragana. A më vje keq, jam da me Draganën. Mraft pika që ke ndarë. Po të vje keq ty që jam da nga Dragana? Po më vjen keq mi zemër, se sa u lidha me gjykatësin. Qa thame? Qa thame? Me vërtek e ti? U shkoj le Draganën për të lidhësh me gjykatësin? Me vërtet? Po pse mos fiksuar mua që më le mua për Draganën? E pra, të shisa dhe unë se maj me në t'lash, ty për Draganën apo Draganën për temë? Po, pra. Jo me, unë ju lash të dyjave për atë konviktoren që miku, më nda. Po qa saj pa fatë që jam, më burë më i pa fatë se mund. A, mi zemër, mos u mërzit, se do gjesh dikë tjetër, me gjitha to karta që ke ti, kushtu të merë? Po me kushtu të merë, po s'pi më ujë, me legu ka rënë, euro ka rënë. Edhe për dashnore kriz mërmuri dhe elde. Ej, po ti që do bësh të shi, sa të shu, nuk do rish me mu sa të gjejmë një tjetër, ha? Më vjen keq, po jam me zëni, kam dhënë fjallën gjykatësit. Mendo, a i ka liruar një kriminel të rrezikshëm dhe ka bler një jatë vetëm për mua. E ka bler. Imagjino sa i rrezikshëm ka qenë ai krimineli. Qa thumi, kështu të karrete? Po gjykatësi lirën nga 7 nga 8 kriminel në ditme. Jo, nuk është e vërtet. Është hera e parë që ka liruar një kriminel të rrezikshëm. E shikon qa sakrifice? Po sakrifice madhe, po sikur ai krimineli që ka liruar i dvi. Po e di që jam dashnoria e gjykatësit, nuk e bën ai. Shiko qa mesazhi, shiko. Të dua si Burgaxhiu Lirin. Që thumi me Erik Shumi, pëse mi mesaj të shurie është aji? E mesaj hajdut është mi. Po Burgaxhiu, gjënë më të strejnë Lirin ka, mo. Pra, si se mendova unë. Qa ti shkruaj? Në shpresoj që mos t'i shkruaj që të duam edhe ne Shumi, thuaj. Shumir, të duam edhe ne, o njeriu i ëndrave. Shime pas ka qenë dhe njeriu i ëndrave, pra ne gjithë vitet e martesës ke flejt gjumë krevat tje? Kse pas ke pa në ëndër tje? Më qonë, pas ke mbetur shtazan herën e fundit? Edhe shtazan ke ngell me gjukatës i ka shpejt mi? Po jo, më kujton nga që i thas ne të dy, kujton unë edhe bebi. A ti dhe bebi, do më dhoni keni bot gjitha gjërat edhe ta shi, vetëm shtazania ju ka ngellur. Ue qa legeni, mamu? Amo qa ke pse, Shana, i ka shumë respekt për ty. Ta shti vërtet shtëpin ma dhe mua, po koltukun ta dhe aman, qa do më tjetër? Hiq pra qa do aman nga jeta, njeri unë në fund të fundit për një nder, për një moral, edhe për i koltuk 3 jeton, se mos... Më ka ardhë një mesazh tjetër. E pash, të pas ka bler dhe aparatë. Po ku e peti? E lexova mesazhin pra, është ai aparati në shtëpi. Po jo më, a është ai trapi në shtëpi, e pas ke parë. Trapi e ka për mu, më vetine? Ha? Po të shke më të se mërzitesh, pëse trapi e ti? Po e për të sa i thot ai trapi, trap do jemo, se pun trapa shumë bë këtu. Jo më, jo, ne duhemi shumë. E di, sa ko keni bashkë meri? Që seancën e parë. Edhe unë thash pëse më fluturoj shpia që seancën e parë. Po, keni ndë më të martojni? Jo, ne duham ka shumë njëri tjetrin sa që nuk mund t'i bëjmë keq duke u martuar. Po qa fati, s'kam shprez do me thënë. Po pse? Si pse, po t'ishit martuar sigurisht që do kishit rast edhe për t'u trathuar, pastaj unë do isha dashnori jot, e kështu do shkon të kima pet. Jo, a i në fakt më tha për t'u martuar, por unë e kundërshtova. Që atëherë jetojmë kaq të lumtur, po shumë të lumtur, ama. Qas? Mezi pres të shkoj tek ai. Ku shkosh te ai ti mi, hajde mi shkuti.